الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Lavdet dhe falënderimet pafon Allahu Gjelle Gjelalu, salavat dhe selama më për zemrat dhe më të sinqerta për Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Si gjithmonë falënderojmë Allahun Gjelle Gjelalu, i cili na mundson të lehtëson që të takohemi këtë natë e madhe dhe natë e xumë në vetë vend për obligative dhe mirësisë që janë xhamia shtëpia të Allahut Gjelle Gjelalu. Lutim Allahun Gjelle Gjelalu të shpras mbi ne falje, mëshirë, mirësi dhe begatisin këtë botën tjetër. Vëllezër të nderuar, jemi në historikun e profetit të dërguar të fundit të Allahut Gjelle Gjelaluhu në Beni Israil, që është historiku i Isait, i birit Merjemes alaihi salatu wassalam. Folëm mësimin e kaluar se si Allahu Gjelle Gjelaluhu me dëshirën dhe vullnetin e tij pafund urdhëroi Gjibrilin alayhi salatu wassalam dhe dërgoi atë për tek gruaja mozotnie e kohës së saj, mozonje e kohës së saj, që ishte Merjemja radhiyallahu anha, dhe thamë që i fryri Merjemes radhiyallahu anha, dhe fryrja e Gjibrilit tek Merjemja, sikur thamë, ishte fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu, bëhu dhe bëhet. Ka disa interpretime në lidhje me mënyrën se si Gjibrili alayhi salatu wassalam i fryri Merjemes, pra këtë dëshirë dhe vullnet të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thuhet më sakta është që i ka fry në gjoks Merjemes, dhe nga gjoksi dyre ajo frym ka kalu në mitër dhe është në gjiz Isai alayhi salatu wassalam. Kjo është interpretimi më i saktë që edhe autori Hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi anon nga ky interpretim, është më i saktë. Ka interpretime të tjera që thuhet i ka fryrë në gojë dhe nga goja ka zbrit në mitër, por kjo nuk ka asnjë lloj logjike që ta arsyetojë. Ka dhe interpretime tjera që si vlen mi përmend, që nuk janë të rëndësishme, ama interpretimi më saktë thëmë që nga gjoksi ka kalu në mitër. Mos kujtojnë njëri që ka zbulu gjoksin, s'ka nevojë. Siç është përballë Merjemja radhiyallahu anha me Gjibrilin ballë përballë, dhe fryrja ka qenë e tillë ballë përballë. Dhe thuhet që ajo frym nga gjoksi Merjemes ka deportuar në mitër dhe është në gjiz Isai alayhi salatu wassalam. Pak për të sqaruar tek periudha e ngjizjes së Isait alayhi salatu wassalam. Shumica e komentatorëve thonë që ka qenë 9 muaj, sikur foshnja kur lind prej babe dhe nane. Ka dhe interpretime tjera që thuhet ka qenë 7 orë, 7 ditë. Të gjitha këto fjalë, sikur tham, janë interpretime që nuk kanë argument. Ama në aspektin doktrinor duhet me i marrë të mirë fillta. Pse? Ngjizja e Isait, sikur e tham edhe mësimin e parë, është mrekulli prej mrekullive të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe zgjatja e ngjizjes Isait alayhi salam në mitrën e Merjemes është mrekulli. Dhe Allahu përdor se jemi në kapitullin e mrekullive, nuk kemi nevojë me prit për 9 muaj, që 9 muaj është lindje zakonshme, dhe një lindje zakonshme nuk hyke mrekullit, apo jo? Pra ne dhe ulemat i kishin sit këto lloj mendimesh, si morëm mendimin e shumicës që thonë 9 muaj, si morëm mendimin e tjerëve që thoshin 24 orë, 7 orë i javë, kishte edhe 40 ditë interpretime, e rëndësishme. Kurani e shtjellon i çik kohën e ngjizjes së Isait alayhi salatu wassalam. Do të thotë që Merjemja u pan publik
që barku asaj ju fry. Sa që publiku reagoi dhe i thënë, o motra e Harunit, nga erdhi ky fëmijë ose kjo shtatzani. Mirë pa Allahu xhelle xhelal se kur thamë i kishte urdhëruar Merjemen alayhis salatu wassalam sa radiallahu anha që të mos u kthente gjevap njeriu. Dhe i tregim që autori mësonte që është i saktë në shtëpinë Makdesi që quhet Xhamia Aksas, thamë zakon kanë qenë që shërbenin burrat dhe të ngojoheshin burrat. Mirë po, ky zakon u shfuqizu me Merjemen radiallahu anha, e cila që gruaja e parë që u ngoju në ibadet e adhurim dhe në shërbim të xhamisë së shenjtë Aksas. Dhe nga ajo kohë, mi vjen deri sot, të krishterët, pra morgjerinë e kanë si për burrat dhe për gratë. Mirë po, në atë kohë me Merjemen, ka pas qenë edhe një shërbetor i Jahjas, ose i Zekerijas, që shërbente në xhami, i cili quhej Jusuf. Dhe ka pas një lakab Jusufën Nexjar, Jusuf Marangozi. Se thamë edhe Zekerija i tillë ka qenë Marangoz, pra ishte shërbetori i Zekerijes. Sa që i futët alehim lanetullah e akuzun Merjemen se ka bon zina me këtë Jusufin dhe të krishterët e quajnë Gjozep. Nëse dhe subhanallah shikoni çfarë dhe thuhet që që i futët e zbuluan lindjen e në thojza me fjalë birit Zotit tyre nëpërmjet Jusufit që i themin edhe Gjozefit që i thonë ata, kur në grashdin e kuajve. Fjalë që mirë po ky Jusufi radiallahu anha nuk shquhej për ibadet dhe asketizëm sikur Zekeria dhe Jahja, njëri i devotshëm. Edhe në lidhje me shtatzaninë e Merjemes, në kohën që ju fry barku dhe u duk të haptazi që ishte shtatzan, ky u çudit. Dhe njihte Merjemen qysh në vëzhli se ka qenë zoj gru për kohën e saj, gruaja më e ndershme, më fisnike dhe më e devotshme në Beni Israil, se ishin të dy asket një fjalë të ngojur në xhaminë e Aksas. Dhe i bën 3 pyetje Merjemes radiallahu anha që subhanallah për të dëshmuar mi fjalë që dhe më u bind që e ardhja e Isait alayhis salam është mrekulli prej mrekullive të Allahu xhelle xhelal. Mirë po njeriu është krijesë e dobët. Pa për momentin dhe e hum fillin dhe dyshon. Dhe këto pyetje që i bën Jusufi radiallahu anhu Merjemes alayhi salatu wassalam, thot kur e pash Merjemen që ishte shtatzan dhe dukte shtatzania e saj, haptazi u çudit e thot në mënyrë të lehtashme, derisa mora guximin dhe e pyeta dhe i thash: O Merjeme, hal yakunu zar'un min ghayri bidhrin? O Merjeme, a ka bimësi që të mbin pa farë? Merjemja radiallahu anha thot, po, thot, ka, thot. Si doli bimësia për herë parë, pa farë. Pra, Allahu mjafton të i thot, dilë dhe bëhu dhe bëhet. Kështu pa ishte të i thonë ti që të i këthy përgjigje, ky i pyeste gjona paka shumë i fjalë materiale që ishin i fjalë më të prafta në logjik, kjo e kthente akoma mi fjalë më me përgjigje këtë lahtashme. Po thot ka, thot, si kur erdhi kjo bimësi, thot pa farë. Si u kryu për hirë që
Pra, zanafila çdo gjë. Mirë thot kjo. E dyta thot a do të ketë thot pemë me fruta, thot pa pas ujë. Dihet se uji është gjallë, burimi gjallë, çdo lloj gjallëse. Po thot, ka thot فمن خلق الشجرة الأول kush e ka kriju thot për shpëllimi thot pemën pa ujë? Allahu xhalla xhelalu. E funit fare që ishte enkas për Mariamën radhiyallahu anha, thot fa hal yakunu waladun min ghairi dhakar, thot a mund të lindi thot ndokush thot pa mashkull. Pra të mund të lindi një nën pa kontaktu me mashkullin, që ishte pyetje direkte për Mariamën. Pa kur farë hezitimi, thot Mariami radhiyallahu anha, thot, po thot, kurse si po thot. Wa khuliqa Adam thot min ghairi dhakarin wa untha. E di thot se Ademi alayhi salatu wassalam është kriju pa mashkull dhe pa femër. Atëherë i thot, pash Zotin, i betohet në Zot. I thot Jusufi radhiyallahu anhu, i thot akhbirni. Thot më trego thot realitetin saktësisht çka ndodh me ty. Edhe thuhet që Mariami radhiyallahu anha i citon këtë ajet kuranor që ka zbrit mi fjalë thuhet nga goja e Mariamës, por se Allahu xhalla xhelaluhu e ka ky ndodhet dhe në Injilin e tyre, pavarësisht se ata i kanë manipuluar, se çdo ajet i saktë që është përmend në Injil, është përmend edhe në Kur'an. Thot Mariami alayhi salatu wassalam se radhiyallahu anha, thot Allahu xhalla xhelaluhu inni ubashiruka bi kalimatin minhu ismuhu Isa ibn Maryam, al-Masih Isa ibn Maryam, wajinu fi dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin wa kullu nas fi al-mahdi wa kana min as-salihin, ajeti në surën Al Imran. Thot kjo është një myshë dhe një sqarish prej Allahu xhalla xhelaluhu, që është kriju me fjalën Allahu xhalla xhelaluhu dhe bahu, dhe ai do të jetë Mesihu Isa i biri i Mariamës, këshillues, orientues, udhëzues në dynjë dhe në ahiret, dhe prej të afërmëve tek Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo para saj përket formës, mënyrës, ngjizjes. Dalim tani ke çështja e lindjes së Isait alayhi salatu wassalam. Qysh ke koha e lindjes së Isait alayhi salatu wassalam ka mos pajtime me të krishterët e qifut, po dhe ke muslimanët. Pse? Përdorsa nuk caktësohen të lloj kohërash në librat e shenjtë, pra të gjitha hulumtimet ose aludimet janë hamenësi. Ata që thonë që ka lind me 25 dhjetor, i bi me qenë dita që kthen dielli për veri thomina. Pra dita që ka arrit nata maksimumin dhe dita maksimumin e shkurtër dhe fillon cikli i tjetër, mësane duke i marrë dita natës. Kjo thuhet ka qenë fest pagane qysh egyptianët e lashtë, e romakët e lashtë, pra kanë pas festu si festa e diellit që kanë qenë pagana adhuroshin. Dhe thuhet që e futën në doktrinë dhe të krishterët dhe vendosën datimin e Isait alayhi salatu wassalam në këtë datë. Një kjo. E dyta, thonë ka lind me 21 prill. Nëse i kini këto divergjenze që kanë ortodoksit me katolikët për Pashkët,
dikush i ka në fund prillit, dikush i ka 10 ditë në fund prillit, në bërit kështu që si i kanë ata. Ja thonë, ngjizja e saj ka qenë në prill. Dhe lindja ka qenë në prill, një fjalë është mrekulli. Edhe kjo pak a shumë thamë që ka dhe një gojdhana edhe nga autor dhe historian e islam, musliman, që lindja e saj hyn ke mrekullit dhe përdorsa hyn ke mrekullit nuk është e nevojshme që plotësohet nënmujoshi. Nëse tjerë thonë ja, lindja e saj alayhis salam ka dhe mendimtarës dhe musliman kjo, është ngushtë. Se gushti është muj që njihet një fjalë që piqet hurma arabe. Dhe Allahu e ka përmend hurmën qoftë në Kur'an, qoftë edhe në Injil. Një fjalë vendin ku ka lindë dhe është ushqy Meriemja radhiyallahu anha. Tani dalim këtë treja këto. Mendimtarët e muslimanëve janë të mendimit që nuk dihet saktësisht koha e Isait alayhis salam. Kur ka lind. Ata që thonë ka lind në ngushtë dhe morin për argument hurmën, thuhet që hurma, palma, ku e ka urdhëruar Allahu xhelle xhelaluhu Merieme me shku me ull me shtet dhe aty nxorri burimin e ujit, po edhe aty mi ka zbriti dhe hurmat freskët nga palma e hurmës, nga pema e hurmës, të gjithë ato hyn ke mrekullit. Dhe përdërsa hyn tek mrekullit, hurma edhe pa kokra, edhe jashtësinë, mjafton Allahu xhelle xhelalu të thotë, nxirri bë kokra, bë piqu, hidhja poshtë, hidhja. Dhe kjo në aspektin e Meriemës ish bën diçka e zakonshme. Pse? Tha mësimin e kalum që Meriemja gjatë gjithë jetës saj, pra nuk dilte me ushqy jashtë. Por se i shkonte ushqimin në xhamin e Aksas, në faltore, i vinte i freskët, prej Allahu xhelle xhelaluhu, pra frutat e verës i vishin ndimën, e frutat e dimnit i vishin verë, pra ka qaruar me stinët, që mos që kush t'i shifte të çuditsh janë të hurma për shembull janë të fish ndimën, se për me supozojmë se fiku dihet se është frut që bëhet mes verës ose në fund verës, fillim vjeshtës. Pra edhe këshisoj është atë puna e hurmës, nuk ka nevojë hurma për kohë. Plotëson të vinte koha sezoni i pjekjes, se të zbriste, të hanë, të ushqente. Pra janë të hyn gjitha tek mrekullit, e përdorsa hyn tek mrekullit. Pra thomi që hurma si që në stinën e verë, si që në stinën e dimrit, si që në stinën e pranverë, si kur thamë, nuk ka nevojë për me prit kohën dhe sezonin, por se mjafton që Allahu ta urdhëroi i thetë bëhu dhe bëhet. Pasi lindi Isa alayhi salatu wassalam, Allahu xhelle xhelaluhu e urdhëron dhe Meriemen radhiyallahu anha dhe i thotë: فإن ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. Këdo që të takosh thot prej njerëzve mos i fol. Sa ata do të flasin ty, do të shajnë, do të ofendojnë, ti thuju, unë sot kam bën një jetë agjerimi, që më mos i fol njeriu. Dhe ka qenë një ritual në Beni Israilit, që quhej agjerim të folur. Pa kishin të ndalume të folme. Kështu Allahu xhelle xhelalu urdhëroi Meriemen që ta agjeronte atë ditë, pra mos folte maskën. U nis për me shku, se urdhëroi Allahu xhelle xhelalu merre foshën në dorë dhe hec përballou me poplin, publikun. Fa atat bihi qawmaha tahmilu. E mori foshën në dorë dhe u përball me publikun. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, o Maryam, ka harmi diçka të nahtashme, ke bëj akt tepër turpshëm dhe mizor. Akuz ja ukhta Harun, sikur thamë edhe mësimin e kaluar,
s'ka qenë baba i jotë kur varë, dhe asë nana jote e tillë, Beqia, i thonë atyre që merren me prostitucion, me fjalë prostitut, është enkas, pra nuk kanë qenë tillë prindërit tuaj, po tik nga dole, kurse ke pas në gjak, në racë, në familje, pra, subhanallah, nga erdhe me këtë, si kur thëmë, Meriemja radhiyallahu anha ishte urdhru që të mos fliste, po çfarë? Fa asharat ilayhi, ja boni me shenjë popullit që pyesni këtë. Merri vesh në këtë që kjo a kthe xhevabit. E këshisoj Allahu xhelle xhelaluhu e kish urdhëru Meriemën. Fa asharat ilayhi, qalu anna nukellimu man kana fil mahdi sabiyya. Ç'është kjo? Budallëk, ç'është kjo? I kanë logjik, si mund t'i flasim dikujt që akoma është foshnje. Pra, nuk e pranon logjikën e unë. Këtu Allahu xhelle xhelaluhu shpalos mrekullinë e parë me kë Isajin, birin e Meriemës, alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhelle xhelaluhu qala inni abdullah. Thot Isai alayhi salatu wassalam, dinja se unë jam robi i Allahut. I thot robi i Allahut. Një. Atani el-kitabe. Më ka dhonë mu libri, edhe se nuk ju kështë dhonë libri, po ata në arabisht janë, nëse gjithë mund shpreh në folë, në kohën e tashme, do thotë edhe ardhja. Atani el-kitabe wa ja'alani nabiyya. Më ka dhonë mu, thot, më ka zbrit mu libër, thot, dhe më ka dërgu si profet, lajmëtar për të kjo. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dhe më ka bon mu, thot, mubarak, do thot, këtë mirësi, begati dhe bereqet, kudo që do shkoj, kudo që do hyj, kudo që do dalë. Ejnë ma kund, u ausani bis salati, dhe më ka porosit mu që të fale. U ausani bis salati, u zekati ma dum du haja. Falen dhe t'jap zekat, deri sa të kem jetë. U barran bi walideti. Dhe më ka bon, thot, prej njerëzve më të edukum dhe më të mirësirë, thot, për nonën time. Ska walidej këtu, walideti, për nonën time, thot. Walem yaj'alni jabbaran shaqiyya, ishte për Beni Israilet kjo, dhe kurse si nuk më ka bon, thot, njeri të ashpër, kryeneq, fodull, thot, dhe kundërshtar ndaj prindit. Dhe përfundon me të njëjtat myshde si kur i kanë ardhur edhe Jahjas alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhelle xhelaluhu wassalamu alayya yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Pas që shpëtimi i Allahut, thot, është me mu, ka qenë me mu dhe është dhe do të jetë ditën kur kam lind. Thuhet që Isa alayhi salam nuk ka cingrim kur ka lind, kur ka dalë prej Meriemës. Si kur cingrim çdo i lind që lind prej nana në dynjami. Si kur thamë, mësimin e kaluam është, e kanë shpjeguar në modë edhe çështjen e cingrimës fëmijës ose të qamës fëmijës, kur del se thuhet shkëputet nga shpirti i nanës dhe del në vetësinë e tij mi vjarë në dynjë dhe ajo ngrohtësi në barkun e nanës nuk do ta shijoj më deri në fund të jetës. Pra shkëputet nga gjaku, se fshet me gjakun e saj, subhanallah. Thuhet edhe hulumtime tjera, si kur kanë harë hadithet e sakta, që thuhet që shejtani alayhi lanatullah, sa po të biri foshnjën në tokë, pra që të lindi prej nonës e godet. Pse? I shpall armiqësi, luftë nga momenti që lind deri në momentin që vdek. Dhe kjo është e saktë. E shpjegon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot, nuk ka shpëtuar dhe nuk do të shpëtojë, thot, askush ka lind
dhe do të lindi prej nane nga goditja e shejtanit që sa po lind thot përveç se Isait birit Meriemës. Vetëm Isait birit Meriemës. Se thuhet kjo është prej bereqetit dhe mirësisë duas që ka bën Meriemja radiallahu anha, përse edhe shoqja Zekerijes për Jahjan, dhe thamë që Jahja edhe Isai bi tezësh, të dy pra nuk i ka prek dhe nuk i ka godit shejtani kur kanë lind, se këto i kanë lutë Allahut në kohën e shtatzanis, dhe thotë Allahu xhallahu wa inni u'idhuha bika wa min dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Thotë kërkoj mbrojtje dhe ndihmë prej teje o e madhi Allah, që ta ruajsh prej cytjeve dhe sprovave të shejtanit. Këtë thotë edhe çka do të vinë prej Isai, Meriemën, dhe çka do vinë prej saj, prej që është i që i bi me qenë Isai alayhi salatu wassalam. Pra, selame, paqe, lavdi dhe qetësi kam pas kur kam lind, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të ringjallem. Si kur tham, ka zbrit ky ajet për Jahjan alayhi salatu wassalam. Dhalika Isa ibn Maryam. Kjo është thotë Isai biri Meriemës. Këta janë të vërtetat e ardhjes së Isait birit Meriemës alayhi salatu wassalam. Qaulu al-haqq alladhi fihi yamtarun. Kjo është fjala e vërtetë dhe e të vërtetit. I përmend të dyja për kuptimin. Fjala e vërtetë dhe prej të vërtetit Allahu xhallahu xhelalu, që shumica dyshojnë thotë edhe e kanë marrë si me dyshime thotë këtë vërtetë Allahu xhallahu xhelalu, që ka për qëllim tu që i futë dhe të krishterit. Ma kanë lillahi të khidhe walada, vazhdojnë Allahu xhallahu xhelalu në këtë sure, të lartësojt, madhërojt, të lirësojt madhnin e vetë absolute, duke thonë, Allahu nuk ka nevoj që të ketë djallë, ose të ketë birë. Subhanahu wa ta'ala, i lirësu dhe i lartësu është Allahu xhallahu xhelaluhu, idha qada amran, nëse i modi Zot xhallahu xhelaluhu vendos të bëjë diçka, ma fton të thërë, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pra Allah nëse vendos për diçka, as pyet kush, as nuk i hyn punë me pyet kën, është suprem për gjithçka, i plot fuqishëm. S'ka nevojë për askën. E vendosi me bëj diçka, kjo quhet qadaja. Se këto qadaja dhe qadri janë dy terma që japin marrë me njëra tjetrën. Nëse i madhi Allah xhallahu xhelalu dëshon vendos me bëj diçka, mjafton ti thet, bëhu dhe bëhet, u krij gjithçka. Kjo është e vërteta dhe realiteti i ardhjes së Isait alayhi salatu wassalam si profet dhe i dërguar i fundit tek populli i Beni Israil. Dhe do të flasim si me të ardhshme me shpresë Allahu xhallahu xhelalu për mrekulli që i modhi Zot xhallahu xhelalu u shpalosi nëpërmjet robit të dërguarit të tij Isait alayhi salatu wassalam, mrekulli të cilat vërtet janë madhështore dhe nuk i ka pas bëma par profet prej profetëve në Beni Israil deri tek i fundit prej tyre që është Isai alayhi salatu wassalam. Dhe për shkak dhe për hir të disa mrekullive që Allahu xhallahu xhelaluhu ja mundsoi dhe ja shpalosi Isait alayhi salatu wassalam, shejtani alayhi lanatullah u zbukuroi Beni Israilve në atë kohë dhe më vonë u dalë në të krishterë që thanë këto janë veti vetëm të Zotit. Shqisoj që Isai ose Jezusi që i thonë ju, nuk është gjë tjetër vetëm se Zot. Prandaj besonja si Zot, adhuronja si Zot dhe njihnja si Zot. Njihja. Pala tjetër thonë jo, thonë. Zoti ka tjera veti, por se është ma përshtatshme dhe ma afër logjikës që ta bëjmë birë të Zotit. Se ka lind njëri
ka jetu si njeri, është përbam me lloj sfide si njeri, dhe i tillë përfundoi si kur thonë atë me fjalë që u kryqëzua, u ringjallë, iku më the thash, subhanallahu al-azim, që të dyja variantet a ka nevojë që Zoti të sakrifikoj, për këtë sakrifikoj subhanallah. Një, a ka nevojë që Zoti të linë, është nuk e logjika një fjalë, më dobët, më e ngushtë, nuk e pranon. Se Zot do të thotë i pa nevojshëm për gjithçka, ka në dorë gjithçka dhe s'ka nevojë për asgjë. Tjetra mësane që u kryqëzu një Zot, që është Zot me merit, si mund të kryqëzohet dhe kush mund ta kryqëzojë, ta janë pyetja, se mësane mirë mëse u kryqëzu, në jetin e 3 ditë aty, tu e shaj, tu e goditë, mirë më hajtë u kryqëzu të hikë të 2 ekzamen, mas 3 ditësh, ka hikë edhe natën, një ditën, që mos ta shifshi. Pra, o Zot më ruaj logjikën, o Zot më ruaj arsyeën e pastër, o Zot më ruaj dinin, imanin, besimin, se për Zotin e madh. Prandaj subhanallah, shikoni se Islami është filozofi, po prandaj thotë i dashmi Zot alayhi salam, el-mu'minu kayyisun fatin. Besimtari thotë është i kthjellët në mërmarrje, kejjes, u fatin dhe i zgjut. Besimtari. Po kush besimtari? Jo shablone, se besimtari thonë edhe ato vete, po. Besimtari që vërtet një fjalë percepton, arsyeton besimin e vërtet e drejtë, që e pranon çdo lloj logjike e pastër. Pse gjithmonë ehlu sunneti i kam shu, se stafirullah e marova. Pse i kam shu ehlu sunneti gjithmonë cilësive dhe atributëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu që ne i besojmë sikur kanë ardhur në Kur'an. Pa i përfytëru, pa i imagjinu, pa i shëmbullu, sikur kanë ardhur. Allahu Gjelle Gjelaluhu sheh gjithçka, migjon gjithçka, marroj puna, si që shtet, kush je ti edhe unë. Allahu Gjelle Gjelaluhu s'ka nevojë të fnej ose të kotet. Se këshisoj përshkron vetën e madhninë e vetë, absolute. Atëherë, subhanallah, pëse ty pëse është Allah, është Zot suprem, i plot fuqishëm, i gjithçka, për gjithçka marroj, s'ka nevojë. Pra atëherë, pse ta çesh logjikën tonë, është dobët e ta ti zbreç këto atributet Allahu Gjelle Gjelaluhu në nivelin e krijesave, ose në gradën e krijesave, ose në nevojën e krijesave. Kjo është logjike e pastër. Kurse grupi që po është në vorbullën e islame, mirë po kanë deviju kjo çështje dhe i pjesë e ulemave, Zot na fal ya Rabbi, na ruaj imanin, i kanë nxjerrë edhe për imanit, që janë Mu'tazilet dhe i pjesë e Sharive të vonë, që nuk i besojnë disa atributet Allahu Gjelle Gjelaluhu, sikur kanë ardhur në Kur'an, por se çfarë i interpretojnë me interpretime jo reale sipas kuptimit. Pse? Jo se atëherë e përngjasojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu me krijesa. Pra, subhanallah, këto janë filozofi që besimtari duhet ketë shumë kujdes. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot Rahim, mëshirbërës. Mirë po, thot edhe për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kana bil mu'minina rahima. Edhe për besimtarë, thot Muhamedi alaihi wasallam, dhe ka qenë mëshirues. Jo thot, kanë thonë të ja heqin këtë emër Allahu Gjelle Gjelaluhu, këtë aspekt, se e ngjasim. A krahasohet mëshira e krijuesit me mëshirën e krijesës? Pra shumë gjona
To janë shumë të përafërta me njëra mirë, po I dhëm arsyes ton tolerancë me e fut aty ku nuk e lejon, e more për rrugën pa Zotin na rujt mos na bëf prej tillë dhe ja Rabi modi Allah na kthjelloft nga logjika dhe arsyeja ti konceptojmë atributet Allahu Gjelle Gjelalu dhe emrat e tij pa shembull ta sikur I modi Allah Gjelle Gjelalu I ka shpalosur në Kur'an dhe ti besojmë në atë mënyrë deri në fund ja Rabbi dhe na rujt dhe na mbrojt besimin deri në momentin e fundit me kaq inshallah mjaftomi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mësimet e ashma kanë bën me mrekullitë e Isait alayhi salatu wassalam.